Dosjet Epstein, Gardiania e Burgut në ndyshim, kërkime online pak minuta para vdekjes së Epstein. Të tjera detaje kanë dalë nga dokumentat mbi Jeffrey Epstein publikuar nga Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas New York Post, një nga dosjet përmban marrje në pyetje të Tova Noel, gardianes Burgut që punonte në njësinë ku mbahej Epstein. Pak para se trupi financuesi të gjendej vdekur në qelinë e tij, Noel kishte kryer 2 kërkime në Google për lajmet e fundit mbi Epstein në Burg. Një në orën 05:42 të mëngjesit dhe tjetri në orën 05:52, rreth 40 minuta para vetvrasjes së tij. Kur u mor në pyetje në vitin 2021, ajo deklaroi se nuk mbante mend ta kishte bërë këtë kërkim. Paratë e dyshimta. Gjatë atyre viteve gardianes së Burgut ju regjistruan një seri transfertash bankare dhe 10 ditë para vdekjes Epstein, ajo depozitoi $5,000 në para të gatshme. Një nga depozitat u shënua nga banka si aktiviteti dyshim, por gjatë marrjes në pyetje ajo nuk u pyet për këto transferta parash. Dosjet Epstein janë një koleksion pjesërisht i publikuar i miliona dokumentave, imazheve, videove dhe emaileve që lidhen me aktivitetin e financierit amerikan i dënuar për shkelje seksuale ndaj të miturve. Materiali përfshinte dokumenta të mbledhura si prova në procedurat penale kundër Epstein dhe të bashkëpunëtorëve të tij, si dhe dosje të ruajtura në sistemin e menaxhimit të çështjeve të Federal Bureau of Investigation, FBI. Ditët e fundit në dosjet Epstein janë shfaqur gjithashtu akuza për sulm seksual kundër presidentit të Shtetet Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, të paraqitura nga një grua të bërë në vitin 2019. Trump i ka mohuar këto akuza.